politika dhe feja si ja kushtëzojnë njëra tjetrës faktorizimin. Cila ishte mënyra për ta trajtuar këtë, do ju referohem mendimtarëve, filozofëve dhe vetë politikanëve dhe klerikëve fetar. Politika dhe feja kanë ndikuar njëra tjetrën në mënyrë të ndërsjellë gjatë gjithë historisë, duke formësuar strukturën shoqërore, ekonomike dhe kulturore. Faktorizimi i tyre vjen nga fakti se të dyja ofrojnë kuadro normative mbi të cilat ndërtohen legitimiteti i pushtetit dhe morali shoqëror. Feja ka qenë shpesh një mjet legjitimimi për pushtetin politik, që nga monarkët e shenjtëruar deri te demokracia moderne. Autoritetet fetare kanë ndikuar në politikë përmes justifikimit të pushtetit mbretëror. Mbretërit evropian si Luigi i XIV i Francës përdornin konceptin e mbretit nga vullneti i Zotit për të justifikuar sundimin e tyre absolut. Për të vijuar me ligjet morale, kanunet fetare kanë qenë baza për ligjet civile në shumë shoqëri, nga ligji i Mojsiut te sheriati islam dhe drejta kanonike. Politika nga ana tjetër ka ndikuar fen duke instrumentalizuar ose duke e kufizuar sipas nevojës së pushtetit. Sekularizmi i shtetit, filozofët si John Locke dhe Montesquieu argumentuan për ndarjen e fesë nga politika duke e parë këtë si mënyrë për të ruajtur lirinë individuale. Instrumentalizimi i fesë për qëllime politike. Karl Marxi e quan fen opium për popullin, duke e parë si një mekanizëm për të mbajtur klasat e ulta të nënshtruara ndaj elitave politike. Kufizimi i ndikimit fetar në shoqëri. Revolucioni francez dhe komunizmi janë dy shembuj ekstrem ku politika u përpoq të eliminonte ndikimin e fesë. Nicola Machiavelli në veprën e tij Princi argumenton se feja duhet përdoret si një mjet për të kontrolluar dhe drejtuar popullin, por nuk duhet të lejohet që ajo të diktojë vendimet politike. Jean-Jacques Rousseau thekson konceptin e fesë civile në veprën Kontrata sociale, duke propozuar një fe që mbështet virtytet qytetare, por pa hierarkin klerikale. Friedrich Nietzsche kritikon fen si një mjet për të dobësuar fuqinë e njeriut dhe për të legjitimuar nënshtrimin, veçanërisht në veprën e tij Antikrishti. Max Weber në Etika protestante dhe shpirti i kapitalizmit tregon se si feja ka ndikuar në zhvillimin ekonomik dhe politik, veçanërisht në Perëndim. Antonio Gramsci analizon fen si pjesë e homogjenisë kulturore duke e parë si një instrument për ruajtjen e strukturave të pushtetit. Si trajtohet kjo çështje në praktikën politike dhe fetare? Modelet liberale, për shembull Shtetet e Bashkuara dhe Franca, favorizojnë ndarjen e shtetit nga feja për të ruajtur pluralizmin dhe lirinë individuale. Modelet teokratike si Irani, ku feja përcakton politikën dhe ligjet, janë modelet e ndërthurura për shembull Britania e Madhe dhe Vatikani, ku ka një marrëdhënie mes fesë dhe politikës, por me kufi të qartë. Ka pasur shumë personalitete që kanë ndërthurur fen dhe politikën në mënyrë të ndryshme. Disa prej tyre kanë qenë lider shpirtëror me ndikim politik, ndërsa të tjerë kanë përdorur fen si bazë për lëvizjen e tyre shoqërore dhe reformuese. Ja disa raste të rëndësishme. Martin Luther, reformatori protestant dhe ndryshimi përmes kritikës së kishës katolike dhe shpalljes së 95 tezave, jo vetëm që reformoi fen, por edhe ndikoi politikisht në krijimin e shteteve protestante. John Calvin, ndonse teolog, ndikoi thellësisht në politikën e Gjenevës duke krijuar një model qeverisje të bazuar në ligjet fetare që ishte një pararëndëse e disa modeleve republikane. Oliver Cromwell ishte një lider ushtarak dhe politik i motivuar nga puritanizmi. Ai rrezoi monarkinë dhe vendosi një republik të bazuar në parime fetare, duke provuar se feja mund të jetë një forcë revolucionare politike. Mahatma Gandhi e përdori filozofi hinduit të mosdhunës për të drejtuar luftën kundër kolonializmit britanik, duke krijuar një model të fuqishëm të ndërthurjes së fesë me politikën. Ayatollah Khomeini, teokrati modern Khomeini, ishte udhëheq i revolucionit islamik në Iran 1979.
duke krijuar një qeveri të bazuar në parimet e Islamit shit, një nga rastet më të qarta ku feja mori kontroll të drejt për drejt mbi politikën moderne. Martin Luther King, lideri i lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përdori teologjinë krishtere për të justifikuar barazinë racore dhe luftën kundër segregacionit, duke ndërthuar besimin fetar me aktivizimin politik. Për të shkuar te Desmond Tutu, Peshkopi i Afrikës së Jugut, Desmond Tutu përdori predikimet e tij për të kundërshtuar apartheidin, duke e bërë kishën një forcë të rëndësishme politike për barazinë racore. Historia tregon se feja dhe politika janë të ndërthurura vazhdimisht, duke krijuar lider që kanë ndikuar shoqërinë në mënyra të ndryshme. Në disa raste feja ka ndihmuar në çlirimin kombëtar, ndërsa në raste të tjera ka justifikuar regjimet autokratike. Marrëdhënia midis fesë dhe politikës është një ekuacion i komplikuar, ku secila përpiqet të ndikojë tjetrën, por edhe të mbijetojë në një botë që gjithnjë më shumë po i drejtohet sekularizmit dhe racionalizmit.